Moneda europiane vijon të mbetet e dobët përballë lekut edhe në nisje të këtij viti. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane po këmbehet me 96.77 lek, një prej niveleve më të ulta të regjistruara ndonjëherë. Banka e Shqipërisë planifikon që të tërheqë deri në 450 milion euro nga tregu gjatë vitit 2026. Ajo do të shtojë ndërhyrjet ku sipas kalendarit të publikuar pritet që të tërhiqen rreth 100 milion euro më shumë sesa planifikimi për vitin 2025. Ndërhyrjet do të kryhen për efekt të rezervës valutore, por edhe me qëllim stabilizimin e kursit të këmbimit. Në total janë rreth 26 ankande që janë planifikuar. Pjesa më e madhe e të cilave planifikohet të realizohen gjatë verës, ku edhe qarkullimi i monedës europiane është më i madh, i lidhur kryesisht me turistët e huaj. Ndërkohë nga të dhënat e deri tanishme, Banka Qendrore rezulton se ka kryer blerje të konsiderueshme të valutës edhe gjatë vitit 2025 dhe deri në fund të 9 mujorit këto blerje arritën në vlerën e 800 milion eurove, por pavarësisht kësaj kursi euro-lek vijoi që të mbetet i dobët. Nëse bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, moneda europiane ka apësuar një dobësi me gati 2 pikë pasi këmbehej me rreth 98.46 lek. Kundrejt së njëjtës datë të vitit të kaluar, kursi euro-lek rezulton në rënje me 2.1%. Kjo situatë sipas agjentëve të këmbimit valutor ka ardhur pasi në ditët e fundit në treg ka qarkulluar sasi e shtuar e valutës së huaj, çka përfaqëson një tendencë pak a shumë të zakonshme sezonale. Kjo ndikohet më së shumti nga kthimi i emigrantëve për festat e fundvitit, duke sjellë më shumë të ardhura pranë familjeve të tyre, por edhe si pasojë e prurjeve nga turistët.